cilat janë këto kopshtet e xhenetit, o i dërguari i Allahut. Tha, këto janë rrethet e përkujtimit të Allahut. Këto janë vendet ku përkujtohet dhe përmendet Allahu. Këto janë vendet ku mësohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë vendet ku mësohet imani dhe mësohet Islami. Këto janë kopshtet e xhenetit në këtë botë. A dëshironi mu kanë kopshtet e xhenetit qysh në dynja, qysh në jetën e kësaj bote? Prezentoni në për vende ku përmendet Allahu, prezentoni në për ligjerata, prezentoni në për derse, prezentoni në për mexhlise ku përmendet fjala e Allahut, ku mësohet fjala e Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Abi Dunya, transmeton nga Jabir ibn Abdullahu radiallahu anhu, i cili ka thënë: doli tek ne i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o ju njerëz, qëndroni në kopshtet e xhenetit. I thonë: o i dërguari i Allahut, cilat janë këto kopshtet e xhenetit? Tha: janë tubimet e përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kush dëshiron me prezantu në për kopshtet e xhenetit, le të prezantojë në për vendet ku përmendet Allahu. Tubimet e përkujtimit të Allahut janë tubimet të mbushura me melek. Këto janë tubimet të melekëve. Nuk ka në këtë botë asnjë tubim që të jetë i nderuar dhe të jetë më i pranueshëm edhe më me vlerë të Allahut se sa këto tubime ku përmendet Allah.